Që tani po e... Shkojmë Gjakov? Po e shojmë në Gjakov se si është rezultati. Në Gjakov e kemi Ardian Gjinin me 66.3% dhe Ardian Golen me 33.7%, një diferencë mjaft e lartë mes kandidatëve bazuar në rezultatet preliminare. Pra deri tani i kemi prej 146 vendvotimeve janë numëruar vetëm 54 prej tyre. Okej, a kemi Gjakovën? E kemi pamjet e Gjakovës apo jo? Okej, me pas kam dalë shtrimin në momentin vendimtar. Bravo. Gjakovën e kemi kështu, shkojmë tutje, për do rikëtyje se Gjakova. Po shkojmë në Gjilan për të parë... Shi Kosova Presin, shi këto tjerat. Alternativa. Derisa regjia të lidh Gjakovën dhe të kemi pamje pra të festës atje, shkojmë në Gjilan. Në Gjilan e kemi Alban Hysenin me 59.06% që kryeson në Gjilan, ndërka që kemi Arbër Ismailin e LDK-s me 40.94%. Në Gjilan, kushtrimi janë numëruar prej 133 vendvotimeve janë procesuar vetëm 23 prej tyre, pra deri tani bazuar në këto rezultate preliminare. Shipe, ndale edhe një herë, shkojmë